Të ashtu quajturit miq të Talo Çelës shkuan nga dielli i Dubait në qelitë e paraburgimit, ku do të presin fjalën e drejtësisë shqiptare për krimet për të cilën dyshohen të përfshirë Ervis Daka, Maksim Koqi dhe Aldo Gjika, i njohur me identitete si Aldo Cerriku apo Elker Cerriku, u njohën nga gjykata e posaçme me akuzat e masës sigurisë arrest në burg dhe më herët në mungesë vetëm pak orë pasi u ekstraduan nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas PAK, Ervis Daka, 38 vjeç, akuzohet për tentativë vrasje, sigurimi i kushteve për vrasje në 2 atentate të rënda në dëm të KP-ut dhe Arjan Spahiut në vitin 2020. Në rastin e Piut ai ka qenë informator për lëvizje, ndërsa në rastin e vrasjes Spahiut në Belgjik ka siguruar kushtet për eliminimin e tij. Po ashtu 38 vjeçari për një kohë të gjatë ka strehuar të shumë të kërkuarin Talo Çela, duke i krijuar kushtet e nevojshme për jetesë, ndërsa Maksim Koqi ka marrë pjesë në vrasjen e 2 personave, Klevis Kaplanit dhe një tjetri, si dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e 2 të tjerëve. Aldo Gjika, 40 vjeç, është në akuzë për prekrahje të autorit të krimit si pjesë e grupit kriminal për eliminimin e Ardian Çapjes, gjatë sulmit me snajper në cilën mundi t'i mbijetojë. SPAK thotë se në vitin 2020 shoqëroi një gazetar me qëllim intervistimin e shumë të kërkuarit Talo Çela, i cili mbetet në krye të listës së shumë të kërkuarve nga SPAK për disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura ndër vite. Çela njihet për armiqsinë me të penduarin e drejtësisë Nureddin Dumani, e cila ka prodhuar një sak krimesh në Elbasan e në qytete të tjera të vendit.